Demokratët tentuan të mbledhin këshillin e mandateve duke argumentuar se kërkesa e SPAK-ut ishte urgjente dhe se liria e Ballukut duhet të shqyrtohet brenda një ore. Kryetari i grupit parlamentar Gazmend Bardhi citoi pasazhe nga shkresa e prokurorisë për të nxjerrë në parë rrëzinë e çështjes. Gjendja e lirë të Pandeurës paraqet rrezik real për mbledhjen e provave, për shkak të detyrës dhe funksionit që ajo ushtron, si zëvendës kryeministri i Republikës së Shqipërisë dhe ministri i infrastrukturës. Ekziston rreziku i largimit të Pandeurës Belinda Balluku, nisur nga sanksionet dhe marzhi i lartë që parashikon ligji për veprat penale që dyshohet, si dhe pasur parasysh rrethanën se këto vepra penale dyshohet se ajo i ka kryer disa herë dhe në bashkëpunim. Për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të Pandeurës, duke qenë në ushtrimin e funksionit të saj, për shkak të detyrës, ekziston rreziku që ajo do të kryejë krime të njëjtit lloj me atë për cilin po procedohet. Nga ana tjetër, socialistët nuk pranuan të marrin pjesë pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese, ashtu si kishte paralajmëruar vetë kryeministri Rama. Demokratët akuzuan shefin e ekzekutivit se po ofron mbrojtjen politike për zëvendës kryeministren dhe po pengon hetimin, duke lejuar mundësinë për prishjen e provave dhe intimitimin e dëshmitarëve. Pra kuvendi ka shtyr pa afat shqyrtimin e kësaj kërkese të ngutshme të prokurisë. Kuvendi po pengon drejtësinë, Edi Rama po pengon drejtësinë që të kenë mundësi të prishen prova dhe të intimidohen dëshmitarë. Demokratët njoftuan se nuk kanë ndërmend të hiqin dorë dhe se takimi i radhës me socialistët do të fillojë të premten në të njëjtën sallë, duke synuar rifillimin e diskutimeve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK.